Në një atmosferë elektrizuese në Pallatin e Sportit Minatori në Mitrovic, po zhvillohet ndeshja e 6 finale e Superligës së Kosovës në basketbol mes dy gjigantëve të këtij sezoni, Trepçës dhe Bashkimit. Seria finale është aktualisht 3-2 në të mirë të Trepçës dhe nëse skuadra mitrovicase arrin të fitojë edhe sonte, do të shpallet kampione e Kosovës për të dytin vit me radhë. Ndeshja ka ngjallur interes të jashtëzakonshëm, jo vetëm në mesin e tifozëve dhe sportdashësve, por edhe në rrafshin politik. Dy figurat kryesore të skenës politike kosovare, Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Bedri Hamza nga Partia Demokratike e Kosovës, janë parë duke ndjekur së bashku këtë përballje sportive, duke shkaktuar vëmendje të madhe në opinionin publik. Kurti, kryeministër në detyrë, dhe Hamza, kryetari i Mitrovicës, ishin rival politik në zgjedhjet e 9 shkurtit, ku të dy garuan për postin e kryeministrit të vendit. Megjithatë, në këtë mbrëmje sportive, ata janë ulur shumë pranë njëri tjetrit në tribunën VIP, së bashku me presidentin e Trepçës, Vullnet Sefaja. Pamjet e të dy liderëve politik duke ndjekur me vëmendje ndeshjen kanë bërë xhiron e medjave dhe rrjeteve sociale, duke nxitur spekulime për një qasje më të butë mes Vetëvendosjes dhe PDK-s. Përtej rivalitetit politik, prania e tyre në këtë ngjarje sportive është parë si një shembull pozitiv i bashkëjetesës demokratike dhe respektit për sportin dhe komunitetin. Analistët nuk përjashtojnë mundësinë që pas kësaj paraqitjeje publike, Kurti dhe Hamza të kenë një komunikim më të drejtpërdrejtë edhe për situatën politike në vend. Kujtojmë që Kuvendi i Kosovës është përballur me një blokadë institucionale që nga zgjedhjet e fundit dhe një bashkëpunim i mundshëm mes dy partive më të mëdha do të ishte çelësi për zhbllokimin e procesit legjislativ dhe funksionalizimin e institucioneve. Megjithatë, deri tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar për ndonjë takim apo marrëveshje të afërt mes dy liderëve. Për Trepçën, ndeshja e sotme përfaqëson një mundësi të artë për ta mbyllur serinë edhe për ta mbrojtur titullin kampion para tifozëve të saj besnik. Në anën tjetër, Bashkimi do të bëjë gjithçka për të barazuar serinë dhe ta çojë përballjen në ndeshjen e 7 dhe të fundit